Unë jam nga një Haxhulli, banori këtij fshati, e në fillim dua t'ju tregoj se pas 30 vite jam kthyer prapë në këtë fshat, ku kam jetuar para lufte. Tani jam kthyer në fshat, jam dalë në penzion, kam punuar në policinë e Kosovës 23 vite dhe pas pensionimit nostalgjia dhe qetësia shpirtërore që më sjell vendi ku kam lindur, jam kthyer në këtë fshat. A gjigani e cekit që ke lind Marec dhe masane e shpërngull. Do më thonë një pjesë fëmirisë tane ke kalu këtë në fshat. Që shukon ajo pjesë e fëmirisë tane kur ke jetu këtë? Fëmiria ime në krahasuar me fëmirinë e fëmijëve tani ka qenë shumë e vështirë. Mirë po tani kur më kujtuan ato ditë fëmirisë, kur dalën për ora në për fusha më kujtuan ku i ku mrujt baktit. Kam qenë nxënës shumë i mirë në shkollë dhe çdo herë se atëherë fëmijët është dashur t'i ruajnë baktit jo sikur tash. Gjithherë kam marrë libër me veti dhe problemet kryesore më të mëdha kam pas se jam habitu lexu dhe delet ose lopt ose me të cilat i kam rujt më kanë humbur ose kanë hinë për ora. Thuja, kështu që kam pas edhe çortimin sidomos nga babaj, kurse nona më ka kuptuar gjithherë. Ajo i ka dhënë rëndësi mësimit edhe shkollimit qysh atëherë në atë kohë. Jeta ka qenë e vështirë, sidomos për veshmbote. Prindët e mi kanë qenë, baba ka qenë bojk, nona në vise, pa të ardha personale. Vetëm me të ardha personale që i kanë pas atëherë, kanë qenë shitja e ndonjë qingje, shitja e vezëve, e pula, e kështu me radhë. Na kemi qenë 3 djemë dhe 4 motra. Ka qenë shumë e vështirë me rrit pa kurfar të ardhash personale. Mirë po, si sot më kujtohet, nona ime ka qenë shumë e angazhuar me na shkollu, kështu që ne kur u bëm e krymë shkollën fillore, kemi vazhduar edhe në shkollat mesme, edhe pse kanë qenë kurse shumë vështira. Ju keni vërejtës ka jeni ardhur se unë shpesh herë kom shku nga këtu në Prishtinë shkollë mesme. E kom marrë një bukë me veti edhe 6 orë, 7 orë kom udhëtu, sidomos dielleve, sepse atje kom banu gjatë javës dhe çdo dielle unë jam nisur prej këtuit me shku në Prishtinë në këmbë. Edhe po ashtu edhe shpesh herë dhe jam kthyer nga Prishtina në Marec kom. Ka qenë jetë shumë e vështirë, mirë po vullneti ka ekzistuar sidomos për mësim dhe kam qenë ndër nxënësat më dalluar në shkollën e mesme. Padyshim që kjo ka qenë një fëmijëri mjaft e vështirë, po a ka pas ndonjë ditë të mirë shembull kur keni dalë me lumë me shokë ose e keni bënë aktivitet ndryshëm? Po lojrat, sidomos shotra kanë ekzistuar lojrat e ndryshme të fushës, gjithë kemi qenë pas shkollës, pas kryes mësimit, gjithë bari kemi qenë. Kemi luajtur me lojrat e ndryshme, kemi luajt me çilepek i kanë thonë atëherë, kemi luajt klistra edhe lojrat ndryshme. Me futboll kemi luajt, kemi marrë një top prej harra dhe me çat top kemi luajt. Nuk kemi pasur pas sikur tash, po i kemi marru vetë, ose me ndonjë harrën, ose me ndonjë lastek, ose diçka, me që ato kemi luajt. Për gjatë shkollimit tënë në shkollë mesme në Prishtina, ka pas ndonjë vështirësi tjetër në qytet, domethënë, pej fshatit kur ardh? Po, sidomos në zonësat që kemi gravitu prej fshatrave, kemi pas vështirësi edhe në qytet, kemi banu në banesat ndryshme, banesa jo të përshtatshme. Unë në banesën që kom banu, e kom pas vetëm dhomën edhe një sinxher, edhe një jastak. Gëzimi më i madh kishte me qenë imi, po ta kisha pas një tavolinë me një karrik, me lexu edhe me kry detyrë. Po ato se kom pas. Domthonë një sinxher edhe një argon. Se çdo herë kur jam nis prej shtëpisë me shku në shkollë të mesme, nona ime mi ka dhonë tullat për një javë. Unë ato tulla i kom llogarit mrena 5 ditëve s'ka so
atëherë në konë bon, ka sa mi argju që me mdolë dhe në ditën e prende. Kështu që e moj menë si sot e blesha një bukë, mase e kry shumë mësimin në shkollë të mesme, në shkollën e mesme ekonomike, dhe të shku në banes, atë bukë e hangësha gati gjysën. Kur shkesha në banes, unë isha se kësha hangër thatë bukë. Gëzimi maj madhe jemi ka qenë kur ku mujtë me ble edhe një jogurt. Do më një bukë me një jogurt. Kështu që jeta ka qenë shumë e vështirë, sidomos për neve, që nuk kemi pas të ardha personale, mi për vullnetë për mësime kemi pas shumë të madhe. Po sa i përket mësimdhënësve ose nxënësve që janë konë ma urbana, keni marrë ndaj trajtim ndryshe shkoku që jeni pej fshatit ose që i keni pas kushtet pak ma të vështira ekonomikisht? Po në shkollën e mesme ekonomike gati gjithë kanë qenë prej fshatrave. Kështu që gati gjithë kemi qenë njëjtë. Mirë po unë e më koni dallumë se në vitin e parë shkollës mesme më konë me opinga. Nuk e di, do shtë edhin që ka na opingat, kanë qenë të lastikit, edhe gëzimi matë madhe kun kur në vitin e dytë, bobi ma pa të blej një parë këpusë. Edhe aty duke hecër ishi që isha këpusë, isha sa të mira. Në nisha një farë knaqësie, që vesha këpusë në vitin e dytë shkollës mesme, kom vesh këpusë. Kom bathër këpusë. Në ngjarje tjetër interesante gjatë jetës tonë në Marec ose kur ke dalë shkollë mesme në qytet, a mund me në ngjarje interesante që më nëshme në i tërgu? Po konë ngjarje të ndryshme interesante, ju si që din na rinia edhe rinia studenture, atëherë isha edhe pas që krua shkollën mesme, u regjistrua në fakultet, ju sigurisht i mani men vitet e 80 e nita demonstrota, kom marrë pjesë një të demonstrotës që ka ndodhur në atë ku, kështu që kemi pas edhe prejuja shumë të hidhura, kemi pas dhunë nga terrori serb, atëherë Jugoslav, sepse ju nga përqendru gjitha fursat, prej Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, gjitha kanë qenë të koncentruar në Kosovë me shu protesta studenture. Qysh prej atëheshit, prej viteve 81, domthon aktivitetet e studentëve kanë ndodhur dhe nuk janë pajtuar me të padrejta që janë bërë Kosovës, duke kërkuar që Kosova të jetë republikë e kështu me radhë. Pas përfundimit të studimeve, si vazhdoi jeta për ty? Pas përfundimit të studimeve, unë jam i diplomuar në fakultetin ekonomik, jam angazhuar në shkollën këtu në Marec, kam dhënë londën e matematikës dhe për 10 vite kam punuar si arsimtari.